Përshëndetje, unë jam astrologja Tenisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 19 tetor 2025. Jemi në ditën e Diellit. Në këto momente kemi shumë të vështirë që të mbajmë balancën tonë, si të brendshme po ashtu të jashtme. Kjo është edhe arsye që të gjitha marrëdhëniet tona mund të jenë shumë të sfiduara. Kemi tendencën që të reagojmë përpara se të mendohemi dhe detyrimisht këto mund të na hapen vërtet probleme të rëndësishme. Gjithsesi, ekziston edhe mundësia që të gjitha këtyre t'i bëjmë ballë. Si fillim duhet jemi të programuar. Kjo ka qenë kryefjale e të gjithë kësaj jave dhe vazhdon të jetë efektive edhe gjatë kësaj dite. Veprimet tona, në qoftë se thjesht jemi të logjikshëm dhe thjesht mendojmë me qetësi se cilat do të jenë rezultatet e veprimeve tona, do ta kemi shumë më të thjeshtë të përmbahemi. Marrëdhëniet që do të jenë më të prekur gjatë gjithë kësaj dite do të jenë ato familjare. Këto mund të jenë goxha të sfiduara, por fat të mirë të rriturit mund të na drejtojnë në rrugën e duhur, të na rikujtojnë përgjegjësitë tona dhe të na ndihmojnë që të shikojmë gjithçka me më tepër dëmshuri. Gjë që mund të shërojë edhe plagat, po ashtu dhe të rregullojë marrëdhëniet. Vazhdojmë që të jemi në një periudhë ku intuita është shumë e lartë dhe këto mund të përdorim në mënyrë më efikase për të hequr nga jeta jonë gjërat të cilat janë të pashëndetshme. Këshilla për këtë ditë do të ishte që të tregojmë më tepër dëmshuri si ndaj vetes, po ashtu edhe ndaj të tjerëve dhe të qëndrojmë më afër njerëzve tonë të dashur. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.